Edhe pse fillimisht u projektua për të lidhur Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë gjatë periudhës së fundit, janë ngritur dyshime se korridori 8 mund të ndryshojë trase dhe të ndërpritet lidhja me Shqipërinë. Megjithatë, kështu nuk mendon Izet Mexhiqi, njëri ndër liderët e koalicionit Vlen. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për dilemat e ngritura në opinion, Mexhiqi theksoi se korridori 8 do të ndërtohet sipas planit fillestar dhe se lidhja me Shqipërinë nuk vihet në pikpyetje në asnjë moment. Dilema e vetme sipas Mexhiqit mbetet pika konkrete e lidhjes, duke shtuar se është e mundur që njëkohësisht të respektohen edhe rregullat e UNESCO-s. Momentin që kjo qeveri është përcaktuar për të realizuar atë korridor, është për të lidhur me Shqipërinë. Dhe pra nuk është ideja për të prej Shkupit deri në Struk apo në Orë për të pirë kafe, po ideja është domethënë që korridorit domethënë të lidhet me Shqipërinë. Dilema e vetme është se ku të lidhet me Shqipërinë. Ne edhe mund ta respektojmë edhe rregullat e UNESCO-s edhe korridorit të bëhet. Në të njëjtën linjë, ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov bëri të ditur se pret që përfaqësues të UNESCO-s të vizitojnë vendin deri në mes të muajit maj për të shqirtuar nga afër çështjet që lidhen me trasenë e korridorit, po edhe problematikat infrastrukturore në rajonin e Ohrit. Ai theksoi se bëhet fjalë për një zonë të mbrojtur, çka nënkupton se punimet duhet të trajtohen me kujdes të veçantë. Besoj se deri në mes të muajit maj do të vinë në vendin ton përfaqësues nga Komisioni i UNESCO-s që të mund nga afër të gjitha problemet me të cilat përballemi edhe në pjesën infrastrukturore edhe të gjitha problemet tjera me të cilat përballet rajoni Ohrit që në të ardhmen të gjejmë zgjidhje. Është zonë e mbrojtur dhe prandaj në mënyrë automatike duhet të ndalojmë punimet sepse është e mbrojtur si zonë nga UNESCO. Ndërkohë, për të gjetur zgjidhje për segmentin nga Trebenishti deri në Qaftan, i cili kalon mbi një zonë të mbrojtur nga UNESCO, një delegacion qeveritar ka zhvilluar takime me përfaqësues të kësaj organizate. Nga ana tjetër, opozita vazhdon me kritika, duke vlerësuar se rrezik më të madh për UNESCO-n pallaqesin ndërtimet pa leje e jo projekti i korridorit 8.